çfarë rutinë keni? Si përgatiteni për këtë sport? Një herë fillon që nga ushqimi. Okej. Gjëja më kryesore, pastaj stërvitja. Çu elegant jeni? Normal. Han mirë. Pastaj stërvitja, siç tha dhe profesori 2 herë në ditë, ka raste edhe 3 herë që mund të bëhet palestër, stërvitje, pastaj mund shkoj tek teknikat. Ju pengon me shkollën, me studimet? Normal, po tani çfarë do bëjmë? E keni bërë një zgjedhje. E kanë zgjedhur profesionin e tyre. Sakrifica për këtë sport. Po, Tedi, se keni profesor, tha që bëhen prindi dytë. Po. Si është si profesor dhe si prindi dytë? I rrept çfarë të Më vërtet? mirë ti e rrep sepse edhe ne Domethënë është, e kuptoj. marrim më gjithë gjërat e mira që ka. Ja i marrim tek vetja jonë, i shtojmë. Edhe Ku nervozohet më shumë profesori? Në cilat gabimet momente? tona. Kur vërtet. Ajo është normale, të gjithë përtasin. Po më mirë, po vërtet, sepse mësojnë më shumë. Okej. Gabimet tona. Disiplinuar profesor, më mirë kur vërtet thot profesori se bëjmë Ja të gabime. flasë e kredisi, ndoshta. Ka diçka më shumë të përshtuar. Tani profesori pavarësisht përditja kështu është pjesë normale e stërvitjes, procesit. Por profesori ka qenë me vërtet si një prind i dytë për mua, besoj edhe për Tedin, edhe për gjithë neve, se unë kam nisë qenë moshë vogël, edhe nuk e di, nuk kam. Po mirë, për fjalë probleme më të mira për caktuara, profesorin. e keni shok profesorin? Ja tregoni të është gjitha. gjithë një mbështetje Normal. tjetër emocionale Normal. për te taekwondos. Patjetër, jashtë taekwondos e kemi fiksi show, domethënë. Okej, kjo është. Unë jam i depozit e madhe emocione, është dhe halë që i bërë gjithë. Ju ani edhe të dashurat besoj, çka kanë alle ti. Do një herë, domethënë. Profesor Çuna, jo, se u mbet fokusi. Familja çfarë ju thot për këtë dashuri kaq të madhe që keni për taekwondon? Familja ka qenë një nga mbështetjet më të mëdha. Shtysa më e madhe. Më pa familje nuk e di, nuk besoj se do isha këtu. So, se në anë financiare, në anë mendore, për gjitha. Kanë qenë aty. Është shumë e bukur kjo, dhe ti jep edhe një ndjesi krenarie. Pra ti ke arritur diçka, nuk je dokudon, po themi që është e nevojshme edhe në moshën që çunat janë, pra që ndjejnë që janë kampion, që janë medalistë të ardhë në kampionatin ballkanik, po doja ti pyesja pak kë mundet ti Gledis e pastaj ti Tedi. Cilët ishin ju bët nga 3 ndeshje secili, që i fituat të 3 ndeshjet. Pra midis jush janë 6 fitore. Po. Cilët mundet ti? I pari ishte një maqedonës, që besoj ishte lufta më e fortë. Kurse i dyti ishte bosnjak dhe i treti me serb. Okej. Okej. Ky maqedonës ishte më i vështirë, po thua. Po. Çka kishte kë? Se shive në taekwondo nuk është e thënë që është i fundit më i forti. Mund binë, domethënë random. Pa. Edhe qëlloj që maqedonësi ishte më i forti, po prap Ja dole. ja dole. Po ti ten? Unë bëra ndeshjen e parë bëra me një bosnjak, ndeshjen e dytë me një kosovar, dhe ndeshjen e tretë me një kosovar. Kosovar që është turk. Me Tedin shqiptarët kemi patur çik personale këto 2 ndeshje gjysmëfinale, finalen sepse kishim një revenge. Me dy këta sportistët në 2 ballkanik ka humbur në finale Tedi me 2 këto. Pra, domethënë Dhe të dy i patëm prap dhe të dy fituan. Ja ktheu dhe i mundi. Është edhe pak më ëmbël domethënë mbas fitoria. Që më shumë. Mbas disa disfatash, pastaj një fitore bëhesh më i fortë. Tani do na ishin një kuriozitet shumë të madh këto rripët që përdorni ju, këto nivelet. Jo i zije, jo. Si ndryshojnë? Kur i merr, kur si merr? Shive ne S'kemi informacion fare. Edhe për rripat është një përgatitje tjetër. Okej. Janë që quhen pumse. Shkojnë diku deri te 15-ta, mos gaboj. Dhe është me grada, domethënë pumse 1 është për brezin e bardhë dhe shkojnë kështu. Pra ndan edhe rripat kanë në ndarjet e veta. Po, kanë ndarjet e veta, se taekwondoja ka dhe është edhe pjesa pumseve që mund të bësh kampionat me pumse për këtë vetëm për këtë pra, që të kalosh në kategori për sa i përket rripave, apo? Po. Oh, interesant. Bukur. Po mirë, se e përmend pak më herët që secili nga ata që bëjnë taekwondo duhet ka dhe këto pastirmat. To thirrjet. E po tani kur ndeshesh? A mund t'i dëgjojmë ka ne? A mund të çuna të luftonin pak me njëri tjetrin? Ka të larta janë?
Më shumë, e sigurt. Më shumë. Juri, në fund duam të ndalemi pak edhe tek ti, se ti je profesori i tyre tash, i mjeshtri që po ngre këtë brez të ri tek ekipi studentit, por na trego pak për fillimet e tua, se edhe ti ke pasur arritje shumë të mira, e ke njohur sportin në Greqi, siç na the. Po. Dhe unë tani motivi i parë ka qenë domethënë për këtë aktorat famshëm që kanë qenë para, Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, po Chris Pratt, përdorë të këmbë spektakolare kështu, edhe domethënë në 96 kur kam shkuar në Greqi, më njëherë fillova domethënë të kërkoja për palestrat. Kisha parë shumë arti marciale, po qëndrova tek taekwondoja sepse më pëlqenin më tepër le të themi këto lëvizjet me këmbë. Edhe kështu ishte fillimi i hapte para të mijat. Pastaj avash fillova të merrja pjesë në kompeticione. Nëse nuk ka bëj në mënyrën se si luhet, që ti si thua e pengon kundërshtarin apo jo. Me këmbë mundosh ta hedhësh përmes heqjes së ekuilibrit. Si funksionon? Do të ta demonstroj. Në taekwondoja është kryesisht tek goditje sakta me këmbë. Kryesisht me këmbë. Kemi dhe shënime të pikëve me duar, po kryesisht me këmbë. Dhe prandaj tek taekwondoja domethënë është le të themi njihet për këmbët e mira. Mund të them që pikët nuk shënohen vetëm prej pjesës e ekuilibrit. Ti ekuilibrin e përdor për të qëndruar sa më shpejt dhe për të lëvizur sa më shpejt. Dhe normalisht për të bërë këto manovrimet më të zgjata, ke parasysh për të le themi për të patur një orientim sa më të shpejtë edhe për të bërë shmangjet ti je shkathët. Po nuk është se ka dëmtime. Fëmijët edhe të rinj që merren me taekwondo, pse dëmtohen shumë fizikisht? Mund të dëmtohesh, jo ne që jemi art marcial, por në le themi krahasim. Po jo si dikush që merret me boks për shembull. Jo. Jo në atë nivel. Ka ndonjë kriter tjetër për prindërit që na dëgjojnë edhe ndoshta duan të angazhojnë çik fëmijët me këtë lloj sporti, të tipit pesha, nuk e di. Po pesha, le të themi, është një kriter i cili le të them të disfavorizon kur je mbi peshë. Por nga ana tjetër, taekwondoja është një sport që ty ndihmon për të humbur peshën. Sigurisht. Sepse ka lëvizjen e vazhdueshme. Patjetër. Ne kemi një, domethënë, le të themi programe që janë tonë dhe janë aerobike kryesisht. Pastaj kur sportisti kalon një kategori, le të themi në një nivel profesional, kalon në një program mix. Në stad tjetër, po që trupi është lëvizje. Po e tha profesori, kush është hiperaktiv? Profesor, edhe një moment fare